Atëherë sot është data 15 maj, është dita botërore e familjes dhe me këtë rast ne menduam bashkë me Forumin Rinor Musliman Shqiptar që të japim një mesazh, të përcjellim një mesazh shoqërisë shqiptare dhe nuk është thjesht një organizim sportiv me të rinjtë e Forumit Rinor, por ka një domethënie të veçantë për të sjellë në fokus edhe një herë familjen dhe vlerat e larta që familja posedon, për arsye se siç dihet shoqëria në kohën e sotme është shumë dinamike, teknologjia ka bërë që të na afrojë me njerëzit e largët, por fatkeqësisht na ka larguar me njerëzit e afërm, kryesisht me familjet. Prandaj menduam që si Forum Rinor bashkë me të rinjtë dhe të rejat e forumit të përcjellim një mesazh që familja duhet të jetë gjithmonë në fokus të shoqërisë, sepse një familje mirë, një familje me vlera, normalisht tregon edhe një shoqëri me vlera, një shoqëri të dobishme për mbar kombin tonë. Përshëndetje, selam aleikum, jemi këtu me Forumin Rinor Musliman, organizat edhe organi KMSH-s, një mesazh i bukur nga këta të rinj që do të jemi pranë familjeve, familja është e ardhmja, familja shëndosh mes një burri dhe gruaja, ka një familje të shëndosh dhe të ardhmet sigurt. Për familjen.